Okej. Njëjtë edhe me këtë kandidatën e radhës, do me thonë jemi në ushtrimin Poligon, edhe kjo ditën e mërkur e ka aprovimin. Andaj jemi orë plotësuese këtu, t'i rifreskojmë, do me thonë ushtrimet, tash ta ndjekim se si do i bëjë ushtrimet kandidatja. Do me thonë tash është kyç para, të ushtrimi i parë. Pjesën para mirë është, tash do vijen nga mbrapa, edhe qoftë para, qoftë mbrapa, do me thonë nuk guxojmë ta shkelim vijen e plot. Do me thonë vijen e plot as nga ana e majt, as nga ana e djathtë. Vija e plot llogaritet sikur e kemi murin. Ta shohim se sa i mban mend ushtrime. Do me thonë deri tash jemi në rregull, edhe pjesën para e kishtë mirë. Edhe tash vim nga mbrapa. Duhet vije deri ke starti, nuk duhet ndalet larg startit, mirë po nuk duhet edhe ti shkele vijat. Deri tash jemi në rregull, duhet ta mbajmë vetëm anën e majt. Edhe super jemi. Nuk duhet na zgjerohet vendi arta, do me thonë duhet ta mbajmë anën e majt, pak është zgjeru vendi, apo? Ne duhet ta shohim vetëm shkronjën S, nuk duhet ta shohim ti për momentin e shofish edhe shkronjën T, apo? Hajde, nxirren parën edhe vazhdo të ushtrimi i dytë. Deri këtu okej jemi. Tash vazhdojmë ushtrimin e dytë. Edhe përsëri nuk duhet t'i shkele vijat e plota. Okej, prej ushtrimit parë vazhdojmë te ushtrimi i dytë. Ushtrimin e dytë e kemi gjysmë rrethi. Fillimisht duhet ndalet dhe më pas ta bëje kthesën full majtas. Dhe duhet vije disa kocka para vijes plot. Edhe pak, Arta, edhe pak. Stop. Komplugin, Arta. Në me thënë duhet ta shtypim komplugin deri poshtë, edhe pastaj dveproj. Tash full timonin djathtas edhe vazhdojmë nga pjesa mbrapa edhe përsëri nuk duhet ta shprekim vijen e plot mbas që e kemi. Edhe pak, edhe pak. Okej. Edhe tash full timonin majtas. Edhe vazhdojmë direkt te ushtrimi i tretë. Do me thënë ushtrimin e parë edhe dytën i bëm, tash kalojmë te ushtrimi i tretë. Ushtrimin e tretë e mbajmë mesin e korsisë. Okej, edhe ta shohim tash se a e ka haruar ushtrimin e tretë.
Mjafton Arta, super. Do me thonë jemi para parkingi. Edhe mbaroj parkingi, super. Okej, do me thënë ushtrimin e parë, dytin, tretin ishim okej. Tash do vazhdojmë të ushtrimi i 4. Ushtrimin e 4 e kemi frenin e dorës. Do me thënë do hipim nga lartë, e kemi të poshtës. Edhe të shofim a e mbajmë mend edhe ushtrimin e 4. Okej, do me thonë mirë jemi. E përfundum edhe ushtrimin e 4. Si të duken ushtrimet Arta? A i kishe qarta, tu qartëson, apo? Do me thonë edhe ushtrimin e parë, dytin, tretin, të 4-tin e bëm pak me vështirësi. Mirë po, ishtë hera e parë, tash presim se da bëjmë ashtu si duhet, apo? Okej, vazhdojmë ushtrimin e parë. Okej, do me thonë kandidate mire kishim gjatë procesit të ushtrimeve, vetëm ushtrimin e 4 e kishte pak problem, jo pak problem, po nuk e mati ashtu si duhet komplugin, edhe këndej i dha gas maksimum edhe ja doli. Për ndryshe duheshe pa që t'i boje këmbët ashtu si duhet, proces të duhur edhe dhe dilte me shumë lehtësi, megjithse edhe vendi është përpjet për lartë maksimum edhe kam pak fillestarët problem, mirë po më përgjithësi në rregull është. Tash e përsëritim, do me thënë ushtrimin e parë edhe një herë, edhe ta shohim a do e boja ashtu si duhet, mirë si duhet. Deri tash mirë është duke ardhur. Do me thonë qarta i ka ushtrimet. Tash duhet vazhdoje nga ana e majt ta marrë kthesën, të shohim a do i kujtohet. Mirë është duke ardhur, do me thonë ju kujtu, majta zvin. Edhe është super. Okej, edhe në këtë mënyrë do me thonë e kalon provimin. Arta, e kaluat provimin. Prej sot do me thonë e konfirmom se jemi në rregull. Ajde, vazhdo të ushtrimi i dytë tash. Përsëri nuk duhet t'i shkelim vijat e plota, apo? Do me thonë përsëri e mbajmë kursin ashtu si duhet, nuk duhet t'i shkelim vijat e plota as nga ana e majtë, mirë po as nga ana e djathtë. Edhe do me thonë është super. Tash me qenë se edhe i din ushtrimet, jam para provimit, mirë po përsëri çdo fillestar e ka pa ajo panika, jo se është në provim, vetëm riprovim e ka atë problemin edhe defektin. Okej, edhe ne këtu tash sa i përfundum ushtrimet, do me thonë super, i kapëm, i kuptom ashtu si duhet. Megjithse kemi kohë edhe nesër për ushtrime,
Mirë po, deri tani ishim super. Apo? Shumë mirë ishna. Okej, atëherë ne këtu ju përshëndesim deri video në radhës, miru ta kofshim. Miru ta.